Shikues të nderuar, përshëndetje. Mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervistë. Sot kemi kënaqësinë të mirëpresim në studio një pjesëtar të stafit të Federatës së Futbollit të Malit të Zi. Në pyetje është Simon Kërcaj. Përveç kontributit të tij në prapaskenat e sportit, ai njihet edhe për pasionin e veçantë në krijimin e qirinjve aromatik dhe dekorativ. Sot do të bisedojmë për përkushtimin, pasionin dhe rrugtimin e tij mes dy botëve të ndryshme, pra sportit dhe artit. Simon, faleminderit që keni pranuar ftesën tonë që të dani më shumë informacione mbi profesionin dhe pasionin tuaj. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Atëherë, si fillim unë duhet të di se si ka nisur rrugtimi juaj profesional. Po, fillova së pari të punoj për një kompani sigurimi, e cila ishte angazhuar nga Federata e Futbollit të Malit të Zi, por pas një kohe të caktuar fillova të punoj për Federatën e Futbollit, i cilit ju drejtova sekretarit të përgjithshëm të Malit të Zi, Momir Gjurgjevac, i cili më ofroi një vend pune të punoj si ekonom me ekipet e kombëtares. Tash sa vite keni filluar të punoni? Tash 6 vite punoj në Federatën e Futbollit. Një eksperiencë jo e shkurtë, apo jo? Kishit menduar ndonjëherë se do të punonit në këtë federatë, por ishte diçka që ndolli rrugës? Me të thënë me të vërtetën jo, nuk kam menduar kurrë, por siç kam kaluar asajtën kur ishte në fazë të ndërtimit shtëpia e futbollit, se toja për Podgoricës më ka ra rruga asaj të kaloj, fosha një ditë kur të dërtohet të ishte të hija brenda të shikoj se si është nga brenda shtëpia e futbollit, sot nuk dal nga ajo se punoj për çdo ditë aty brenda. Mirë, atëherë përmendet që jeni të punësuar si ekonom apo jo, dhe duhet të di më shumë për këtë departamentin tuaj dhe duhet të di se cilat janë ato punë tuaja të përditshme, si është ajo rutina juaj në punë. Po, punoj si ekonom me kombëtarët e Malit të Zi, në futbollin si të femrave, ashtu edhe të meshkujve. Unë jam ai i cili përgatis të gjitha rrobat që nevojiten si për lojtarët, ashtu si për stafin e një kombëtares. Për çdo ditë kemi orarin e punës, kemi edhe grupëllimet që marrin pjesë në lojë edhe miqësore, ashtu edhe lojë për kvalifikime evropiane jashtë shteteve të Malit të Zi. Baj për shembull gati të gjitha çka nevojitet një lojtarit, nga rrobat të cilat i veshin brenda hotelit, si më thënë trener ket për hotel, majicat polo, gjithashtu baj gati rrobat që i përdorin për stërvitje në trening, gjithashtu për ndeshjen e futbollit baj gati panelat dhe gjithçka çka nevojitet për një lojë ndeshje futbollit. Atëherë përmendet që keni punuar do të thotë edhe me ekipet kombëtare për femra. Do të di se si ishte përvoja me to dhe ishte do të thotë shihni atë dallimin se si është të punoni me kombëtaren e femrave me atë të meshkujve. Po, mund të them se është pak më vështirë të punosh si një meshkuj me femrat, është një punë e cila duhet të punosh brenda lomës ku ato edhe bëhen përgatiten për trening, për ndeshje, për lojë topit. Tek meshkujt mund të hyj brenda të jam aty, të ju jap gjithçka që ju nevojitet, kurse ku të femnat nuk mund të hyj brenda, është pak më vështirë, por kanë mirë kuptim e është një gjë shumë e bukur të punosh edhe të jesh pranë gjithçka që ju nevojitet. Do të thotë ishte një eksperiencë e bukur, po, fort e bukur. Mirë. Atëherë momentet më të bukura që mbani mend nga turnet dhe grumbullimet me ekipin, do të thotë tash që është vite. Po, mund të them ka shumë momente të bukura, për arsye se edhe rrugojmë jashtë shteteve, shohim shumë shtete tjera, dhe për shembull kur luajmë ndeshje futbollit për kvalifikime në runda më të larta, mund të them në Polan ku ishim, isha pjesë e stafit të cilët kaluam në ranin në prag të Evropës, ku ishte një moment shumë i bukur të isha një pjesë e atij ekipit. Kurse dytën pjesë të ceki isha në grupullim me reprezentacin A, aty në atë moment kisha ditëlindjen time, të cilat më bënë një surprise të them në stërvitje, aty ku ma urov Stefan Jovetic dhe Stefan Savic më prun një panel me gjithë nënshkrimet e lojtarëve që ishin të pranishëm, ishte një moment shumë emocionues për mua, dhe një ura shumë e bukur që nuk do të harroj kurrë. Vjen mirë. Besoj ka edhe momentet e tjera, apo jo? Do të di sa herë, do të sa shpesh udhtoni jashtë vendit?
Po, Do të sa herë në vit? to konë që Apo brenda muajt rrugoj edhe 2 herë, jashtë shtetit të Malit të Zi. Kam rruguar shumë shtete, kam kaluar për krye 20 shteteve të ndryshme, evropiane. Nëse mund të vëti njehi qysh Rusijet, Ukrajinet, Hollandijet, Gjermanijet, Irlandet, Skotlandet, Maltet, Kipër, Azerbejxhan, shumë të ndryshme, Portugalit, Finskët, shumë shtete të ndryshme. Mirë, po këtë vit keni filluar me turne e shtendit? Po, kem filluar, kem edhe në qershor ku do të shkoj me kombëtaren U21 në Turqi dhe Azerbejxhan, kemi 2 miqësore, jam me ta, kurse kjo ekipa tjera kanë shumë aktivitete të ndryshme. Mirë. Duhet të di puna juaj, është një punë stresuese? Po, ndonjëherë është puna stresuese gjatë ngjarjeve të mëdha që kem ndeshje shumë me vlerë që është, si më thënë, për një kvalifikim më të madh, por mundohem që ta kontrolloj edhe ta kryej punën time si shlipat. Mirë, duhet të di edhe bashkëpunimi mes kolegëve si është? Bashkëpunimi është shumë mirë, mundohet në të gjithë që t'i ndihmojmë njëri tjetrit të arrijmë qëllimin tonë që kem. Duke ditur se jeni i vetmi shqiptar që punoni në Federatën e Futbollit të Malit të Zi, nuk mund që të mos përmend që ka shumë të rinj nga mesia dhe që njëkohësisht na bëjnë edhe shumë krenar apo jo që janë pjesë të Federatës së Futbollit të Malit të Zi. Duhet të di për ju, pikërisht si është ajo ndjesia që të ketë të rinj nga mesia që janë pjesë e këtij institucioni. Po, jam i vetmi shqiptar që punoj në Federatën e Futbollit të Malit të Zi, jam krenar, kisha me pas dëshirë të kishim më shumë që të punojnë. Kem disa lojtarë të cilët janë përfaqësues të kombëtares, të cilët kur punoj unë me kombëtaren për shembull U19, U17 apo U21, mund t'i ceki kem shumë shqiptarë që janë pjesë e kombëtareve të Malit të Zi, që napin kontributin e tyne shumë të madh, që shënojnë edhe golave, mua më vjen shumë mirë kur një shqiptar nga trevat tona jep gol edhe jam brenda stafit aty. Mirë. Atëherë duhet të di se cila ka qenë dita më e vështirë në këtë profesion dhe si e keni përballuar atë? Deri tani nuk kam pa ndonjë ditë të vështirë, mendoj se as në të ardhmen nuk do të kam. Mirë, shpresojmë të jetë ashtu. Atëherë mesazhet që përpiqeni të përcjellni përmes punës suaj, cili do jetë veçanërisht për të rinj që ndoshta dëshirojnë apo e kanë një ëndër të jenë pjesë federatës pranë këtë fushë? Mendoj që është mirë të gjithë të rinjët që janë të interesuar për sportin dhe që dëshirojnë të jenë në sport, është një punë shumë e mrekullueshme, po pse jo të provojnë përmes klubeve, atëherë një ditë të vinë edhe deri te Federata e Futbollit të Malit të Zi. Mirë. Ka vite që jeni në këtë profesion, do të thotë 6 vite që përmendet në fillim. A shihni veten gjithmonë të lidhur me sportin apo mendoni të ndryshoni në të ardhmen? Tani për tani e shoh veten tek sporti, por në të ardhmen nuk di çka të bën rruka edhe Vitet që ta shohim. Vitet që ta shohim. Nga bota e sportit në botën e aromave, duhet të di se si lindi pasioni juaj për krimin e qirinëve, do të thotë diçka krij ndryshe nga futbolli. Po, rastësisht ajo ndodhi, isha në një rrugtim ku hyna në një qendër tregtare me një shok timin dhe pash anas një vend ku ishin duke shitur qirin të ndryshëm. Dhe aty me lindi ideja, po pse jo të provoj edhe unë të provoj një qiri me pas se si do të dalë. Dhe kur fillove kur vendose? Me një herë aty më lindi ideja dhe aty fillova për krye platformave, se tek ne nuk mund të gjesh gjithçka çka nevojitet për ndërtimin e qirave. Fillova përmjet platformave online të porosisë të ngrumbuvoj gjërat që më nevojiteshin. Mirë, janë gjëra të shumta që duhen, detaje të shumta? Po, lypen qysh kaupave, gjanave gjithçka që ka nevojitet nga fitili, që duhet të jesh i kujdesshëm kur të porositë gjërat që nuk i sheh, po i porosit për krye platforma, po të vjen të ndryshme, ka të shumë mendoj sa kështu kur mendon sa shumë thjesht, por dhe shumë komplikuame, se shumë gjëra në shtetin tonë nuk mund të gjesh ti blesh.
Edhe ku I gjen do të thotë jashtë shtetit? Jashtë shtetit në platformat online. Mirë. Edhe si ishin ato fillimet, do të thotë kur keni provuar, do të thotë keni vendosur që të eksperimentoni, por ato fillimet sa të vështira ishin? Pa, si në fillim ishte vështirë, nuk ishte as lehtë, edhe nëse mendova se ata është shumë lehtë, nuk ishte as lehtë, se shkon të shkrirja e dylles ku merr pak më shumë kohë, përdori dyllën e sojes edhe dyllën e bletëve, merr pak shumë kohë të shkrihet dhe pasadaj do të hedhësh në kalup, të cilën do të vesh fitilin, do të qish aromen që t'i vinë një erë e mirë, kom goditur edhe me ngjyra të ndryshme, figura të ndryshme, dhe lyp pak shumë kohë, edhe për shembull, siç përmend më përpara, kam edhe punën e cilën të punoj në mbrëmje, më shumtit me ndërtimin e qirinjeve, por është një gjë e bukur. Dhe do të thotë ato format, sa e vështirë është ti formosh ato në format që ti dëshiron? Së parit as nuk kam ditë se cilat format do duhet të as t'i provoj, por nuk është shumë aq e vështirë, por lyp shumë kohë. Nga vinë frymëzimet tuaja? Vinë nga rajoni. Nga rajoni I bashkojnë nga Shqipëria, Beogradi, Dylan dhe gjërat që më nevojiten. Mirë. Puna me duar dim se kërkon shumë durim dhe përkushtime. Ndjeni ndoshta këtë punë që bëni, që do të thotë përmendet edhe ju vetë në mbrëmje, a mund të quheni edhe si një terapi të them personale? Po, duket si terapi, se ndjek për stresit edhe për gjitha gjërat që ndodhen sot në botë, për shembull fokusohem veç për ndërtimin e qirinjeve, kam mendjen veç aty, dhe pasandaj jam diçysh si më fane e atë kohën e lirë shfrytëzoj veç ndërtimin e qirinjeve. Do është mbas një ditë të ngërkuar që keni në punë apo jo? Mirë, si ishte përshtypja për reagimi I blerësve? Mund të them, përshtypja dhe reagimi I blerësve ishte shumë e mirë. Nuk kam pritur se do të vazhdoj me provimin aq të madh, por në çdo ditë më vinë në mesazhe në portalin e internetit që kam, në Facebook, në Instagram, që kërkojnë janë të interesuar për qirin, dhe porosisin përmes Instagramit, dhe ju pëlqehen, dhe ata më jep, si të them, të vazhdoj të punoj, të ideja të reja të krijoj, dhe qirin sa më të bukur dhe sa më të mirë. Mirë, kështu që besoj të motivon edhe që të sjellni risi apo jo? Normal. Mirë, ka ndonjë qiri që keni krijuar me domethënie të veçanta personale? Si të them, kam ndërtuar për ditën e nenave, për ditën e të dashurve, kam shumë qirin që mund të përdoren edhe për festa, edhe për do rast. Mirë, atëherë shikuesit e televizionit Boin do kenë mundësinë që përmes ekranit të shohin edhe se si duken ata qirin, por duhet e di, do të thotë kanë bërritur deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo jo, qirin tuaj dhe si ka arritur kjo iniciativë? Po, përmes Instagramit, si shfaqëm më përpara, kam një Instagram të cilin e përdori veç për qirin, aty dhe shumë shokët e mi, dhe shumë të afërt të mi, dhe shumë që kam në Amerikë, kanë postuar në rrjetet e tyre sociale, dhe kanë bën porosi nga Amerika, dhe I kam çuar për njerëzit tanë që ndodhen këtu, që kanë vizita në Malsi, dhe I kam përcjell. Por e menduat në fillim se do të keni porosi edhe jashtë vendit apo? Jo, nuk e kam pa menim, kam menduar se kam kanë si hobi, por ka kaluar kjo gjallë në biznes, me fanë edhe biznes familjar, se ja kanë nisur motrat të merren më shumë se unë me këtë gjë. Do të thotë një bashkëpunim familjar. A keni menduar që në të ardhmen ta zhëroni këtë proces? Pa, si që ka nis, ja gjetë se po, kem shumë kërkesa për gjithë anët të malit të zi, tani për tani jo, por mendoj se një ditë do zhënojmë dhe do të kemi një shitore ku do t'i shesim. Ne dëshirojmë shumë suksese. Faleminderit. Është diçka që qirinjt ju ofrojnë dhe që futbolli nuk ua jep të anasjelltas. Duhet të di se si e shihni edhe këtë balancë mes dy fushave shumë të ndryshme.
Si të them, të dyja sjellin një kënaqësi të vetme, se në sport punoj njësoj si tek qirinjet me një dëshirë të madhe ndaj sportit, dhe tek qirinjet me ma pak stres dhe shoh aty si ma shumë relax tek qirinjet kur punoj. Atëherë duhet të di se si është të jesh një njeri mes dy botëve kaq të ndryshme, por të dyja të përkushtuara. Po, është dikush kush don dhe dëshiron dhe ka dëshirë mund të përfundoj ma shumë se dy punë, por dy punë, siç i baj vetë janë të ndryshme, por të dyja janë të cilat i kam për qejf. E mirë, dhe për fund, cili do ishte ai mesazhi për të gjithë ata që kanë më shumë se një pasion dhe ndoshta ndihen të pavendosur, nuk dinë ku të fillojnë? Mendoj se të gjithë të cilët punojnë një punë mund të punojnë o dytën punë, veç duhet të angazhohen dhe të punojnë dhe mos lënë asnjë gjë për nesër, se ditët ikin dhe mas i miri të shfrytëzojnë sa janë të ri. Atëherë më mbetet të ju falenderoj shumë për kohën që keni ndarë për ne, për gjithë këtë rrugtim që keni ndarë me shikuesit e televizionit Bojën, dhe ju uroj shumë suksese në cilën punë që bëni. Faleminderit shumë. Atëherë shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen. Mirupafshim në emisione tjera.